Luis Hassa po shndrohet në një nga emrat më të përfolur në klubin e Napolit, teksa klubi italian po projekton të ardhmen e mesfushës për sezonin e ardhshëm. Forma e tij shumë e mirë me Carraresen në Serin B ka tërhequr vëmendjen e drejtuesve, të cilët po e konsiderojnë seriozisht rikthimin e tij në skuadër. Mesfushori shqiptar ka treguar rritje të ndjeshme këtë sezon, duke u bërë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës ku aktivizohet aktualisht. Megjithatë, një hap drejt Napolit do të përbënte një sfidë të madhe, pasi ai mund të gjendej menjëherë përballë pritshmërive të larta në Serie A. Situata në mesfushën e Napolit mbetet e hapur, sidomos me të ardhmen e pasigurt të Frank Anguissa, pasi zorat janë shtuar se mesfushori do të largohet. Nëse mesfushori kamerunas vendos të largohet në fund të sezonit, Hassa mund të jetë një nga alternativat më të guximshme dhe interesante për ta zëvendësuar, duke i dhënë klubit një profil të ri dhe një investim për të ardhmen. Vetëm pak javë më parë, Hassa ka marrë një vendim të rëndësishëm për karrierën e tij, teksa ka zgjedhur të largohet nga Italia, ku ka qenë pjesë e përfaqësueseve të moshave, por t'ju bashkuar në të ardhmen kombëtarje shqiptare. Edhe pse deri më tani ende nuk është ftuar nga kuqezinjt në ndeshje zyrtare apo miqësore, megjithse pritet që të ketë një ftesë në miqësoret e muajit qershor. Në të shkuarën, mesfushori shqiptar ka qenë pjesë e të rinjve të Juventusit, por edhe me skuadrën e parë, ku edhe ka fituar Kupën e Italisë, pavarësisht se nuk ka pasur hapësira për të. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Napolin, ku Conte e kishte në planet e tij, madje ishte pjesë e skuadrës që fitoi titullin kampion sezonin e shkuar.